Hajde bismillah, për provu në gjatën e Shkodrës. Morëm lavdata përditshme për higjienën dhe pastërtinë, të cilën munduam çdo ditë të jetë më efikase. Jam punëtor me përvojë 4 vite në lokalin Pemtarin Green Fruits. Gjendemi në fushë Kosovë, rruga 17 Shkurti, siç njihet edhe mbrapa Vivës në Katëshe. Teknikisht gjenden edhe shumë artikuj ndryshëm. Unë fokus janë në pemë dhe perimet e fresta. Ajo që e bën punën tonë më censurë është edhe puna e gjithë stafit, të cilët angazhohemi çdo ditë që më mirë me freskinë e pemëve, po ashtu na posedojmë edhe shumë artikuj tjerë elementar, cilët i bojnë më të lirë për konsumatorët tonë sa më afër t'i kenë. Për me pas punën sa më efektive është edhe pastërtia dhe higjiena të cilët angazhohemi të gjithë, sepse çdo klient që vjen te na, marrim lavdata përditshme për higjienën dhe pastërtinë, të cilën munduam çdo ditë të jetë më efikase. Ne punojmë 7 ditë javës, orari është prej 7:06 deri në orën 11 të mbrëmjes, po dhe për ditën e xumës, në kohën e xumës, lokali është i mbyllur për shkak se nuk punojnë gjendme në namazin e xumës dhe kthehemi brenda një ore, sa ta përfundojmë namazin e xumës. Prodhimet vendore janë në rendin e parë, na punojna me çdo frut edhe pemë perime që është e sezonës tonë, kanë përparësi. Çdo që fillon prej sezonës saj, na marrim së pari sikur të vëmë produktin vendor. Gjatë Shkodrës, gjatë Fshari edhe gjatë Katundi. Jo gjatë vendor, gjatë Katundi, pra gjatë që kemi hangër prej nanave të gjysheve tona. Sa po ka interesim për djath, edhe është djath cilësor e i mirë që kemi hangër të herë. Po, djathi i Katundit është djath shumë cilësor, që ka kërkesë shumë të madhe për to, sepse edhe është e ka pastërtinë, për në bon pastërti dhe cilësinë e llojit djathit Katundit, si këtë në herë që kena pas tradit gjithë. Po ashtu posedojmë edhe djath Shkodrës, djath Fsharit edhe ullej tradicional të cilët binë me tërshinë tradicionale të Shkodrës. Djathi i Shkodrës tradicional është i njohur shumë në tregun tonë, për ata dhe na kanë zonë vend këtu në Pemtarin tonë të cilën jemi duke vepru, sepse ka dhe kërkesë shumë, dhe veçante në lloji djathit Shkodrës është që ka dhe djath me spec pikant, pak i djegës. Pak veçante bën edhe këtë lloj djathit. Hajde bismillah, për provu në gjatën e Shkodrës. Shkodra është shumë e bukur, njerëzit ka shumë të mirë, në madh djathin e paskat mirë. Përmbajnë edhe shumë lloje të ndryshme të produkteve natyrale, mjalta të llojeve të ndryshme, mjaltë cilësore dhe bio. Po ashtu përmbajmë edhe një produkt natyral që është bie për ilaç për hemoroide i prodhuar prej një vllau ton musliman. Dhe ashtu si lokale kemi të vetmin, ndoshta mundesh me thonë në tregun vendor dhe Ballkan, që posedojmë që të përzihen mjaltës, me krejtë llojet e frutave të thata dhe me shafranin e koq indian, e cila është prej mjaltave më të mira për imunitet.